Gazmendi është vra, jam plagos edhe shumë disa banor të lagjës, po ashtu edhe vllau i Gazmendit, Armendi, edhe ai ka qenë i plagos mes tyne. Gjithë ka pas vullnet madh më kthy këtu ku ka jetu, ku ka lindur. Para 25 vitesh, si pasojë e hedhjes së një granate dore, kishte mbetur i vdekur Gazmend Ibrahimi. Ndërka sot, për kallëzopikon, babai i tij, Agim Ibrahimi, rrëfeu ngjarjen 29 janarit të vitit 2001, të ndodhur në lagjën e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës. Ndërkaq në lagjën e Boshnjakëve u kthyen nga këmbgulja e Gazmendit për të kthyer në vendlindje. Ka qenë një ditë e rëndëmt dhe dikur rreth orës 12:30, në atë kohë më duket pak minuta plus minus, ka ndodhur kjo ngjarje. Kjo ka ndodhur disa ditë më herët, disa serbë dhe një familje ka largu prej një pjese më lart të rrugës. Ku ka ndodhur ngjarja, një pjesë më lart. E kanë largu prej shtëpisë, edhe këta banorët e lagjës fillun më organizu e bëjshin roje për mos me ardhë prapë deri te largimi i familjes. Ata tentojshin çdo herë me na largu prej lagjës, prej shtëpia. Edhe kështu që bëjshin roje çdo natë, bëjshin roje për mos me ardhë deri te prapë te ndonjë ekses ose largim ose i ndonjë familje. Kështu që deri me datën 29 që ndodhi rasti, roje kanë bë. Mirë po Serb kanë qenë edhe të organizuar edhe shumicë, numër i madh, një rrugë më lart kanë kalu, ajo masa e madhe, edhe kanë hedhë dy granata dori kanë hedhë. Gazmendi është vra, jam plagos edhe shumë disa banor të lagjës. Po ashtu edhe vllau i Gazmendit, Armendi, edhe ai ka qenë i plagos mes tyne. Po kemi marrë vesh se kemi ndërgjuar edhe granatat kur janë hedhur. Po s'kemi ditë saktë se unë kom qenë shpi këtu, lagjën atë pjesë bashkë në atë vendin ku ka ndodhur. Edhe kemi marrë vesh prej fëmijëve këtu, na kanë lajmëru në spital, mirë po ka ndru jetë. Edhe kemi marrë vesh me njerë, a lajmi vështirë, lajmi, po duhesh më pajtu, ka ndodhur këto. Kazi ka qenë shumë mi, e ka desht shumë jetën, ka qenë i celur, e ka desht jetën, shumë e ka desht edhe gjithë shkafin e ka desht. Shumë ka pas vullnet për jetë, për gjithë shka. Çdo herë thejke, po kthehem shpeja, çdo ditë vike. Na kemi banu në Tamnik, 8 grus, a i vike çdo ditë. Shpesh vike, se i ke shoqnin e tërhiq ke vendi, jo do na më kthy, jo do na, po kthehem edhe. Gjithë ka pas vullnet madh më kthy këtu ku ka jetu, ku ka lindur. Shqipni kemi qenë deri kur kanë fillu më kthy, kur ka hi forcat e NATO-s, edhe na jemi kthy pas disa ditëve. Po ka qenë dëshira më kthy në shtëpi, mirë po shtëpia si shumica në Kosovë kanë qenë djeguna gjitha. Nuk kemi pas ku të kthehemi këtu. Mirë po, kemi qëndru të misë të dajtë e Gazmendit, kemi qëndru dikun 8 muj. Ofër 8 muj, kom marrë dhe kom merë me to një dhomë e vogël, ka qenë një shtëpi e vogël, e kom rregullu sa mu kthy, edhe kemi kthy. Jemi kthy këtu me banu, edhe ko pas kohë që ashtu ka vazhdu, deri sa kemi fillu me ndërtu edhe shtëpin, por vullnetin e madhe ka pas ndjeri Gazmendi shumë për jetë, edhe gjithë na kemi qenë të vendos me metë këtu, mos më largu prej këtuit. Dhimbjet janë për familjar shumë të mëdha, mirë po këtu pas sakrifica, pa s'kishë marrë deri te kjo. Bonu të fort, Allah ju ndihmoft,
duhemi me vazhdu jetën tjetër.